do të thotë që e kanë ndihmuar në Terez dhe dolin të vërteta, atë me vjet turp që jam shqiptar. Dhe nuk krenon fare, nëse kanë ndodhur ato. Po nuk besoj që në Amerikë del diçka që nuk ka qenë e vërtetë. Tjetra, çka mendoni për pelhurën që mbuluhet çapja që ja kanë shit, domethënë, ai çepat ai emrin që e kam këtu, domethënë, ai Aziz çepat. Hesash më se emri. Aty sa të kështu është puna. Njerëzit sot në botë, siç ndodhi me Covidin me shumë gjëra, ai ka qenë një dhuratë, domethënë, kjo nuk e bën asgjë të pafajshëm atë kriminal që i ka bëu gjithë ato vepra. Qoftë edhe nëse ja ka quajtur dhe librin e shajt Kur'anit. Aziz Ali Ahmed, ja ka shit pelhurën e çapës. Nuk e di, a ja ka shit, a ja ka fal. Nuk po e mollat i ka thonë që domethënë kjo pelhurë 10 milion vete kanë prek, 10 milion vete kanë çajt për ta, ai ka marrë ka bëu tepi. Në rregull. Sido që tjetë, çdo person që ka bashkëpunuar me çat organizat, ata duhet ta kenë vendin në burg e para, nëse kanë mbet gjallë. Po unë po duam të thonë që çfarë ndikimi kanë mediat. Neve këta njerëz na janë servu të moralshëm. Na janë sili der, ndërsa ata kanë luz me vajza 4-5 vjeçare. E përdesa lajça dha dorëheqje, çfarë presim këtu tjetër? Këta më na shit neve moralin, këta më na ka dhu kush ka qenë profeti jon. Jo, kishoni poshtë, kishor për femra në Shqipëri. Kështu që, do shta do të na dalin edhe shumë shqiptar të tjerë. Mund vjen shumë keq në vitin 2026, me pas një person të këtill, vetëm me mendu. Pse ti, ja këtu spajturët imi. Vetëm me mendu, vetëm ka ndalë publikisht burr janë. Po vetëm, lejo tash jam të fol për nonën Terez. O burr, vetëm pak. Vetëm pak. Po do më bëj famshëm tash. Vetëm për interesat. Jo për ata fëmijë që në myt. Vetëm pak. E kanë vrarë. Vetëm pak. Dëgjoj. Pa që pëjtonë në Terez, aty ka dalë bilditune, aty ka dalë. Vetëm Sadre. Po që vetëm pak, o timi. Me lachet për i shaftu i sjell këtune. Tinit kujdesshëm. Me lachet për shef. Tinit kujdesshëm. Po ka dalë publikisht. Njeriun me diçka çka nuk e ka. Po flas për nanën Terez. Po flas për nanën Terez. O timi na sina kundra nënës Terez as na zogja. Vetëm pak. Po flas për nanën Terez. Ta lidhish nanën Terez, e cila e ka taku Yasser Arafat. Shikus të nderuar. Më falë timi vish pak. Për mi po gjithë email-at e Jeffrey Epstein, gjithë fotot, gjithë bisedat, komunikimet, çka ka bler ai në Amazon e keni shumë thjesht. gmail.world. Këtu e gjeni formën kopë të letërkëmbimit. Apo më lejon vetëm pak. Iki këtu fotografi. Apo më lejon vetëm pak të folë unë. Po lejoj timi, po ti s'po më lejon. Është emisioni jam o burr. Ti s'po më lejon emision tani. Lutem shumë. Nëse vendosni me vendos ashtu se ke po. S'po vendosmi që ashtu na e kena po këtu. Po nuk ka, o shoq, nuk ka ni fakt, ni provë, ni argument që e lidh nanën Terez me Epsteinin. Po si janë vërtet thonë që ka ky pëllot nëse ka. E u përful. Marrë njëri. Ha. Dëgjoj tani. Ka fakt që ka qenë bildituni në te Epstein. Ai përmend këtë emër? A ka fakt? Ai përmend këtë emër? Bill Gates i deklaron të thonë shisha ti pëllu tavolina. Jo. Ti doni me përli figurën e nënës Terez me këto shka ishin i sot. Kush po do? E çopën apo du me për Po s'ki nevojë as çopën. Po e thash për çopën. Ç'është vetëm pak tash, lejon tash. Moni se tana për Epstein. Po jo burr, se po thoni tana për Jo, po do më fol për Epstein. Po jo burr, se po thoni tana për Krishterë, a opin pinxhalli. Si jem kontra nënës Terez na shqiptar pik. Po kush Po neve kon kanarit e sot. Nëse nesra timi je gabim. Nëse nesra del edhe them dragusha. I tham në sy, dhe mbohet pedofil, është i poshtër fejmi. Pik, s'as muhabeti. A pa më ta po një pyetje. 10. Cilin vit ka vdek nën Tereza? 97 e thonë më herët vet. A thash 97? Po. Unë deshta me thonë. Vetëm pak. Jo si tifozëri. Puna e Epsteinit është punë shërbimesh. Kanë me dole shumë gjëre tjera. Ani den rregull s'po thojmë na Po me shpërqendru vëmendjen e konflikteve që do të zhvillohen ditën e mesme ka dalë sot afera e Epsteinit. Unë s'po doj me hinë këtë tel. Në rregull. Unë deshta me thonë se nona Terez u taku me Yasser Arafatin në Indi, në Kalkut. 30 minuta kanë folë. Po kjo nuk e justifikon mbretimi? Po më lejo. Asnjë person. Edhe bildin tonë ka orna e ka shpoll pavarësinë neve. Po. Vetëm pak. Për mua është i mirë. Vetëm pak jo. Vetëm pak. Unë jam të fol. Nën Tereza u taku me Yasser Arafatin. Nën Tereza në vitin 1982 e ka vizitu Palestinën, e ka vizitu Gazën dhe është solidarizu me palestinezët. Unë si Tim Shkupi, thëmë palestinezët janë komb artificial. Hajde bre talonë në Terez.
E ki edhe aj gëm me fiqpaku, se po menojnë me nëherë na që mund me nuk krishterët për i noti. S'ka për lidhje me krishterizëm Nën Tereza? Apo më leo burë foli. Hajde dolmi te qabja, aj që e ka shit pelurën e qabër, e qabës për mu është një pashtër. Nuk o zët, nuk o ndërgjegje, nuk o me thonë civilizim, nuk është njeri burë, nuk është kur gjë. A pajtu është me këto? Normal. Pajtu na plotësisht. Edhe unë para se mi përmend këtu personalitete. Që e lena në Terezë. A kom përgjithë sa i qabës? Vetëm pak tim. A kom përgjithë sa i qabës? Ta njerëz që kam kesh përdor me ata fëmijë. Ju betohem Zot. Ke kush ka janë kushte. A din çfarë do të thonë mas sports, po du me përmend në Terezë a Bill Gates a kushdo që t'jenë. Ata kanë qenë fëmijë të dikujt që janë trafiku.